Mirëmbrëma shikues të nderuar, do të jemi së bashku në hapësirën e fundit informative në Euronews për të njohur me ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Kreu i qeverisë Edi Rama premtoi sot në Rubik riaktivizimin e uzinave të Kosovës diktaturës duke u ndryshuar atyre destinacioni. Rama tha se uzina e Bakrit në këtë qytet do të përdoret për prodhimin e armëve dhe të municioneve. Kreu i PD Sali Berisha në takimin me bizneset në Krujë premtoi uljen e çmimit të energjisë elektrike si dhe të taksave. Zbardhen detaje të reja për atentatin në Tiranë me 4 të plagosur, dyshohet se autorët mund të kenë gatuar shënjestër. E premtja e zezë, besimtarët ortodoks dhe katolik kremtojnë në të gjithë vendin me mesazhe paqeje dhe besimi. Negociatat mes Amerikës dhe Iranit janë të vështira për shkak të kërkesave jo realiste të Washingtonit zyrtar, akuza vjen nga ministri i jashtëm iranian, i cili ka deklaruar se marrëveshja është e pamundur. Jemi më gjërësisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama ishte në Rubik ku deklaroi se ish uzina e Bakrit do të hapet në një qendër të prodhimit të industrisë ushtarake. Ndër të tjera, transformimi i kësaj uzine, sipas kryeministrit Rama, pritet të hapë një faqe të re në fushën e mbrojtjes, por edhe të ekonomisë së vendit, e cila do të rrisë dhe punësimin në këtë zonë. Më vjen shumë mirë që sot këtu mund ta ndaj me ju këtë lajm që në kuadrin e hapjes së një faqe të re në fushën e mbrojtjes dhe të ekonomisë, ne nisim me investimet e para për krijimin e qendrave të prodhimit të industrisë ushtarake. Këtë kompleks e kemi identifikuar si një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona të armatosura, por në masën më të madhe për eksport. Gjë që sigurisht do të thotë e para një front i ri dhe kuptim plot punësim cilësor, pasi këtu kërkohen një seri specialitetesh, ashtu si kundër edhe të gjitha kategoritë, që nga puna e inxhinierëve, tek puna e teknikëve dhe tek puna e gjithë shërbimeve mbështetëse, punë e cila do të jetë patjetër e mirë paguar, shumë e rëndësishme edhe kjo, që duke zhvilluar këtë industri, ne nuk rrisim thjesht kapacitetet tona mbrojtëse, por rrisim në mënyrë të ndjeshme ekonominë tonë, ekonominë vendore këtu dhe ekonominë kombëtare. Këtë të premte, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në Krujë ku takoi artizan dhe biznesin e vogël në këtë zonë. Berisha foli për braktisjen e këtij qyteti ku akuzoi qeverinë se nuk ka investuar as në shërbimet më bazike. Sali Berisha zhvilloi këtë të premte një ecje në zonën e pazarit të vjetër në qytetin e Krujës, ku u takua me pronar biznesesh në këtë zonë që aktivitetin e tyre kanë të lidhur drejt për drejt me turizmin. Sipas kreut të Partisë Demokratike, Kruja është e lënë pas dore duke mos investuar edhe në shërbimet më bazike për këtë qytet. Zero investime përveç betonit. Rruga, ashtu siç ka qenë, ka mbetur. Të gjitha institucionet ja kanë larguar, ja kanë hequr Krujës. Një rrugë e premtuar dhe me projekt të gatshëm ecën sa për të mos mbaruar ndonjëherë. Kruja, emrin e merr nga fjala e bukur kruj, kroje, dhe ujë nuk ka. Berisha theksoi se nëse Partia Demokratike vjen në pushtet do të ndërmarrë një sër masash për të zgjidhur këto probleme, duke përfshirë uljen e çmimit të energjisë elektrike, përgjysmimin e çmimit të ujit dhe kufizimin e taksave të bashkisë në një përqindje të caktuar të xhiros së biznesit. Kryedemokrati shtoi gjithashtu se do të përqendrohet më tepër mbështetje për prodhimin vendas dhe do të krijojë një klimë më miqësore për bizneset. Do kemi një rritje të madhe prodhimi. Made in Albania do të jetë synimi ynë më kryesor. Fermerët janë në kushte shumë të vështira. Ne do të gjashtifishojmë
subvencionet për çdo fermer. Ne heqim çdo lloj barriere. Jo ka 100 kokë, jo ka 10 kokë, jo ka kaq hektar, aq hektar. Çdo fermer do të subvencionohet për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bagti, për çdo fidan të mbjellë. Pas takimeve me bizneset e Krujës, Berisha u takua me disa punonjës në sektorin fason, ku foli për lehtësirat fiskale që parashikon programi i Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të 11 majit. Përfaqësuesi i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha zhvilloi sot takime me mbështetësit në Tiranë. Ai ndër të tjera tha se koalicioni Euroatlantik është e vetmja forcë që mbështet SPAK. Gjithmonë krimi organizuar është përpjekur të influencojë se kush do ta marrë tenderin. Tani e merr vet, ka krijuar kompani që e merr vet. Me një pjesë e madhe të taksave të shqiptarëve shkojnë në duart e krimit organizuar, që është aleat me pushtetin. Prandaj, problemi tyre kryesor është SPAK-u. Prandaj aseti kryesor i shqiptarëve është SPAK-u dhe ne jemi të vetmit që e mbështesim. Kështu që në këtë kuptim na e kanë bërë dhe më të thjeshtë. Asgjë s'bëni dot ju se ju jeni kundër luftës ndaj korrupsionit. Dhe pa marrë fund pandëshkueshmëria nuk ka asnjë politikë dhe buxhetore. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet zhvilloi një takim në zonën e kombinatit. Lapa ndër të tjera deklaroi se nëse më 11 maj nuk fitojnë zgjedhjet, vendi nuk do të ketë shpresë. Të angazhoheni me të gjithë për t'i bindur që duhet një ndryshim, sepse duhet të mendoni çfarë do të ndodhë të nesërmen e 11 majit. Do të ndodhë që shumë të rinj të ikin nga ky vend prap, sepse do të vritet shpresa dhe do të ndodhë që njerëz për një 20 apo 30 vjet të mos kenë më guxim të reagojnë, sepse do të marrin shembull ne dhe do të thonë popull i lanë balt. Lëvizja Bashk prezantoi në lagjen Alidemi programin elektoral. Arlind Qori deklaroi se kjo parti synon të kthejë dinjitetin njerëzve. Ata që na kanë vjedhur gjithçka, ata që na kanë vjedhur pasurinë e përbashkët, ata që na kanë vjedhur parqet, trotuarët, ujin, do të na vjedhin dhe ato pak që na kanë mbetur në qoftë se ne bëjmë gabimin, ti votojmë përsëri. Hajdutët nuk duhen votuar më kurrë. Hajdutët duhen ndërshkruar në 11 maj me vot, në 12 maj me protestë, në 13 maj me burg dhe çdo ditë tjetër të historisë tonë. Kanë vjedhur dhe shkatruar një popull të tërë për 34 vjet. Partia Mundësia prezantoi në Kamës kandidatët për zgjedhjet e 11 majit. Kreu i saj Agronshea i tha se shqiptarët ende nuk e kanë jetuar kapitalizmin e vërtet. Ai tha se është koha që të vijë një ndryshim i ri, larg Ramës që e ka përqendruar pushtetin në duart e tij dhe të një grupi të vogël njerëzish. Ne kemi parë një model, një karikatur të kapitalizmit, një model që ngjan më shumë një ish republike sovjetike, ku pasi bie regjimi, një grup njerëzish marrin pushtetin dhe ndajnë pushtetin me njëri tjetrin. Një grup oligarkësh me të cilët Edi Rama ndan pushtetin politik dhe pushtetin ekonomik, dhe nëpërmjet të cilëve pastaj fiton zgjedhjet, rotacionin politik, po sidomos ndryshimin e vërtet. Dhe këtë po bëjmë. Qëndrojmë sërish tek situata zgjedhore në vend. Procesi i dërgimit të zarfeve në diasporë po ecën me ritme të shpejta, ndërkohë që për mbrëmjes të së njëjtës ka nisur të vinë zarfet e parë me votat e diasporës. Kreu i misionit të ODIHR në vendin tonë pak të premte nga afër të gjithë procesin si dhe punën që po bëhet në Parkun Olimpik. Mbrëmjen e së njëjtës mbërritën 730 votat e para të nisura nga diaspora, të cilat pas administrimit nga punonjësit e KQZ dhe kompanisë DL u shpërndan në kutit sipas qarqeve. Vota e parë është nisur nga Gjermania dhe do të llogaritet për qarkun e Beratit si një nga qarqet me numrin më të lartë të votuesve të regjistruar nga jashtë. Shefi i misionit të ODIHR, Lamberto Zanier, pasi ndoqi nga afër punën tek Olympic Park, deklaroi se gjithë ky proces deri më tani ka ecur me ritme të kënaqshme dhe pa problematika. Procesi për votën e emigrantëve po shkon shumë mirë, duket çdo gjë e mirë përgatitur. Po shohim një proces që po shkon pa problematika të theksuara për fshehtësinë e votës dhe deklaratën e zotit Klosi. Nuk e kuptoj se si mund ta di zoti Klosi se për kë ka shkuar ajo votë. Sipas komisionerit shtetror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, procesi i dërgimit të zarfeve pritet të përmbyllet brenda kësaj jave. Sa kaq, afati i fundit për kthimin e zarfeve në Shqipëri është ora 19:00 e datës 11 maj.
Në raste sporadike, numri i tyre të paktën në dienin ton nuk ka shkuar më shumë se 20 apo 30 të tillë. Korrierët e këtij shërbimi nuk e kanë respektuar ato protokoll që duhet të respektojnë. Brenda kësaj jave ne do ta mbyllim. Pra edhe qarqet e tjera që kanë ngelur, Shkodra dhe Vlora do t'i përfundojnë brenda kësaj fundjavë. Në total, deri më tani janë dërguar 190.932 zarfe, ndërsa 43.304 janë marrë në dorë nga votuesit në diasporë. Ndërkohë në Parkun Olimpik, përveç votave që janë postuar sipas rregullave, ka edhe një numër të vogël zarfesh që kanë disa elemente problematik dhe janë administruar në disa kuti të veçanta. Më tej, njëri prej personave që ra prej atentatit në Tiranë ndodhet në gjendje kritike për jetën, ndërkohë që 3 të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka dyshime se mbrëmjen e shkuar mund të jetë ngatëruar shënjestra, ndërkohë ende nuk ka asnjë informacion mbi identitetin, si dhe lëvizjet e autorëve. Pasi festoi me njerëzit e tij më të ngushtë dhe po kthehej në shtëpi për të fikur qirinjt me familjen, ditëlindja e 11 vjeçarit u kthye në tragjedi, duke rënë pre breshërisë së plumbave. Vëllai, shoku i tyre dhe shoferi i familjes ndodheshin mbrëmjen e kaluar në pjesë të Shijakut për të festuar ditëlindjen e tij. Në kthim rreth 3 kilometra larg shtëpisë, ata u qelluan me armë. 4 persona u plagosën, mes tyre 2 të mitur, njëri 17 vjeç dhe tjetri 11 vjeç. Të plagosurit u transportuan menjëherë me mjetë të rastit në drejtim të spitalit të traumës. 11 vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë, ndërsa 3 personat e tjerë janë jashtë rrezikut për jetën. Para hetuesve, ata kanë deklaruar se nuk kanë pasur asnjë konflikt dhe rezultojnë persona pa precedent penal. Ky atentat ka marrë një tjetërkthes, pasi ka dyshime se shënjestra mund të ketë qenë dikush tjetër. Gruaja e Rohan Brahimit jeton në të njëjtën lagje, në kompleksin e vilave në Lundër, ku banojnë edhe të rinj që u plagosën mbrëm. Ajo përdor një makinë tip G-klas, të njëjtin lloj që udhëtonin edhe 4 të rinjt. Mbrëmjen e djeshme, ajo ndodhej në Plan të Lezhës, ku u ekzekutua vjerri i saj. Grupi hetimor dyshon se autorët mund të kenë pritur të kthehej në Tiranë dhe të kenë gatruar makinën G-klas. Targa e makinës së gruas së Rohan Brahimit ka një numër dhe një gërm ndryshe nga targa e makinës që udhëtonin 4 të rinjt. Policia dyshon se autorët e kësaj ngjarje të kenë qenë 2 me një motor dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes nga një person i tretë me një automjet. Deri në këto momente nuk ka asnjë informacion mbi autorët apo lëvizjet e tyre pas atentatit. Ndryshe se që ndodh në ngjarje të tilla kriminale, ku autorët për të fshehur gjurmë djegin mjetet që përdorin për të lëvizur pas atentatit. Në këtë rast, ende nuk është gjetur as motori dhe as makina. Prindrit e Ilaria Sulës, vajzës shqiptare që u ekzekutua nga ishi dashuri në Terni të Italisë, kërkon drejtësi për vrasjen e së bijës. Në një intervistë ekskluzive për Euronews Albania, ata rrëfyen momentet nga takimi i tyre i fundit me të bie. Në një intervistë ekskluzive për emisionin People në Euronews Albania, prindërit e Ilaria Sulës, vajzës shqiptare që u ekzekutua nga ishi dashuri në Terni të Italisë, deklaruan se kërkojnë drejtësi për vrasjen e së bijës. Babai i Ilarias rrëfeu momentin kur kuptoi që e bija ishte zhdukur dhe nuk i përgjigjej më telefonatave. Treneri iku, goca ashtu pa, fillon të alarmosh. Aty filloi gjë. Nëse kishte diçka, edhe me keqet kishte qenë botë, gjithmonë do kishim marrë telefon. Do e thoshte mos mu, nuk po, ose vllajt. Do kishte gjithsuar një farë mënyrë familje. Nëna e 22 vjeçares tregoi se ishte shumë e lidhur me të bijën, teksa ndau dhe detaje nga biseda e tyre e fundit. Kur folëm në datën 25 që ishte ema, kur folëm, dhe vitë përvarëm shpitë, se e gjenoj lem, vla, në thojma dhe vitë shpitë, dhe festojnë baramin bashkë, tha, gjitha. E në mëzër për prisim që të binde në ajo shpitë që festoshim. Prindërit e Ilarias rrëfyen edhe momentin kur u përballën me vrasësin e së bijës pas ngjarjes së rëndë. Nerdim, bëni qik model, flisqim për Ilarian, kështu bote se kur nuk ishe ndodha si gjë. Pastaj më tha mu mund të thoj, tha, edhe unë e përqapova që mos qofsha. Në thjesht ishim Ilaria. Se e rëndë Ilaria. E mashtrove gjithmonë. Në lidhje direkte ishte dhe avokati i familjes Sula, Giuseppe Sforca, i cili deklaroi se ngjarja ka shumë paqartësi.
pati një rrëfim të parë, në të cilin Samson tha se kishte vepruar i vetëm, por më pas u zbulua që edhe ëma e kishte ndihmuar. E kishte ndihmuar të fshihte atë që kishte bërë. Ndaj, sikurse e thash, betimet po vijojnë për të verifikuar këtë pistë, pasi familja nuk beson se që ai të ketë vepruar i vetëm. Avokati bëri thirrje që shteti shqiptar të mbështesë prindërit e Ilaria Sulës. Mendoj se çfarëdo lloj pranie edhe konkrete e shtetit shqiptar do të ishte shumë e rëndësishme dhe e pranueshme. Ilaria Sula u zhduk më 25 mars dhe u gjet e vdekur më 2 prill, e mbyllur brenda një valixheje. Mbi 10 persona janë shoqëruar dhe marrë në pyetje për atentatin e Lezhë ku vra babai Roan Brahimit. Dyshohet se kanë qenë 3 autorë që qelluan 64 vjeçarin. Për atentatin e ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në fshatin Plan të Lezhës ku e ekzekutua Gjovalin Prendi, policia ende nuk ka asnjë emër për autorët. 64 vjeçari u vra në lokalin e tij pranë kryqëzimit të Milotit me rrugën e vjetër të Rubikut. Policia dyshon se automjeti tip Forestrat ka hyrë dhe është larguar nga zona përmes urës së vjetër të Milotit. Mesditën e kësaj të premte është gjetur e djegur në fushë gjorm të Kurbinit. Pista kryesore e hetimit është ajo e hakmarrjes për shkak të shkuarës së errët të Roan Brahimit, alias Sidorel Prendit, i cili u qellua për vdekje në Athinë vitin e shkuar. Në ngjarjen ku ekzekutua babai i tij, dyshohet se ishin 3 autor, ku 2 prej tyre kanë qenë në rolin e ekzekutorit, ndërsa tjetri shoferi mjetit. Ata kanë zbritur nga automjeti të maskuar dhe në një distancë të afërt kanë qelluar në drejtim të Gjovalin Prendit, i cili ndodhej në një tavolinë me një person tjetër. Shërbimet policore kanë ushtruar kontrolle të shumta në zonë, ndërsa mbi 10 persona janë shoqëruar dhe marrë në pyetje. Ka dështuar seanca gjyqësore për ish-ministrin Ilir Beqaj. Avokatët e tij kërkuan më shumë kohë për të njohur me provat e prokurorisë së posaçme. Ka dështuar seanca paraprake për dosjen e Saspak, me të pandehur ish-drejtorin e kësaj agjencie Ilir Beqaj, ish-vartës të tij e biznesmen. Avokatët kërkuan të njihen me një pjesë të provave të cilat pretenduan se nuk janë dhënë gjatë fazës së hetimit për të patur një mbrojtje më eficiente gjatë shqyrtimit gjyqësor. Një tjetër kërkesë ishte marrja e materialeve të akt ekspertimit nga zbërtimi i telefonave, USB-ve dhe kompjuterave. Seanca e radhës u la më 6 maj në orën 10. Spak mbylli hetimet për këtë dosje në fillim të muajit prill dhe dërgoi kërkesën për gjykim ndaj Ilir Beqajt, 8 të pandehurve të tjerë dhe 2 shoqërive tregtare lidhur me dosjen e Saspak. Ish kreu i menaxhimit të fondeve të donatorëve të huaj një herësh ish ministër i shëndetësisë Ilir Beqaj i pandehur edhe për koncensionin e sterilizimit, ku akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Për dosjen e Saspak akuzohet për 5 vepra penale, mes të cilave korrupsion pasiv, shkelje barazisë në tendera, falsifikim dokumentash, mashtrim në bashkëpunim dhe mosdeklarim pasurie. Shtyhet për të 4-ën herë seanca paraprake për dosjen Partizani ku pritet të vendoset kalimi për gjykim ose jo. Avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha mohojnë zvarritjen me qëllim shtyrjen e vendimarrjes pas zgjedhjeve të 11 majit. Gjykata e posaçme nuk arriti të merrte një vendim për dosjen Partizani as seancën e së premtes, e cila u shtyp për më datën 23 prill. Shkaku bë mungesa e avokatit Luan Hasneziri, i cili mbron një prej kompanive të akuzuara. Avokati në fjalë që u zëvendësua me një avokat kryesisht seancën e ardhshme, pritet të përfundoj prapësimet mbi pretendimet e prokurorisë së posaçme e më pas gjyqtarja Fiorella Davidi duhet të shpall vendimin. Avokatët e Sali Berishës mohojnë që procesi po zvarritet qëllimisht deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Afati 30 ditor kur është parashikuar në 2017, kur është bërë kodi procedurës. Edhe ligji nuk ka parashikuar çështje të tilla, të stisura dhe të sajuara, se nuk ka asnjë provë. Sipas avokatëve të personave të marrë të pandehur për dosjen Partizani, prokuroria e posaçme nuk ka guxuar të marrë në pyetje Edi Ramën, qoftë edhe si deklarues, pasi ai është zyrtari që ka ndërruar destinacionin e Truallit në kohën kur ishte kryebashkiak i Tiranës.
Betejë kundër krimit të organizuar mbetet një sfidë madhore për drejtësinë në vend. Me këtë koment, kreu i SPAK Altin Dumani thotë se prokurorët duhet të kenë mbështetje nga institucionet. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ishte në Durrës për të folur me studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu. Në fjalën e tij, Dumani theksoi rolin e SPAK-ut në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke nënvizuar se sfidat mbeten ende të shumta. Reforma në drejtësi e mbështetur dhe koordinuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar u realizua përmes ndryshimeve thelbësore, kushtetuese, ligjore dhe institucionale. Qëllimi i kësaj reforme është rritja e pavarësisë së sistemit, veçanërisht nga ndikimi politik dhe çlirimi i tij nga korrupsioni dhe paaftësia. Kreu i SPAK tha se për të ndërtuar një sistem të pastër drejtësie, nuk mjaftojnë vetëm prokurorët dhe gjykatësit, por nevojitet edhe bashkëpunimi i institucioneve. Jemi të vetëdijshëm nga ana tjetër se ka shumë sfida ende për të shërnjosur korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe krimin organizuar. Dëshiroj të theksoj se përpjekjet për ndërtimin e një sistemi drejtësie të paanshëm, efikas dhe të pavarur nuk mund të jenë të njëanshme. Ata kërkojnë angazhimin dhe bashkëpunimin e të gjithë halkave e institucioneve të zbatimit të ligjit. Në konferencën që u zhvillua në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu ishte e pranishme dhe avokatja e popullit, e cila doli në krah të SPAK-ut për rezultatet që drejtësia e re synon të arrijë. Besimtarë ortodoks dhe katolik në të gjithë vendin kanë marrë pjesë në ceremoninë e shëtitjes së epitafit të Krishtit. Ata kanë kremtuar të premten e zezë, e cila simbolizon përjetimin e vuajtjeve të Jezu Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq. Qindra besimtar u mblodhën në katedralen ortodokse të kryeqytetit të premten e madhe, ditën që përkujton vuajtjen dhe vdekjen e Jezu Krishtit, duke ndezur qirin dhe duke dërguar lutje. Shërbesa u kryesua nga fort lumturia e tij, kryebishkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Joani, në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Lëvizja e epitafit e ndjekur nga klerikët dhe besimtarët u bë nga katedralja në sheshin Skënderbej, për t'u rikthyer sërish në kish. Edhe besimtarët katolik u mblodhën në kryeqytet për të ndjekur udhën e kryqit, nga momentet më të rëndësishme të së premtës së madhe. Shërbesa e epitafit u bë në sheshin Nën Tereza dhe u dëhoq nga arqipeshkvi i metropolit, Imzot Arjan Dodaj, duke përfshirë meshtar, murgesha dhe besimtar nga zona e Tiranës, si dhe nga Durrësi, Kamza, Laçi, Miloti dhe Gurzi. Sa të shoh birin e saj duke vajtuar. Në Korçë në mbrëmjen e së premtes, mira besimtarë ortodoks dhe qytetarë të tjerë morën pjesë në procesionin tradicional të epitafit. Të gjitha kishat e qytetit u bashkuan përpara katedrales Ringjallja e Krishtit, ku nisi procesioni solemn, i cili vijoi më pas në heshtje përgjatë bulevardeve kryesore të qytetit. Në atmosferën e shenjtë të Pashkëve, mira besimtarë ortodoks beratas u mblodhën për të përkujtuar të premten e zezë, ditën që simbolizon flijimin e Jezu Krishtit në kryq. Ceremonia u zhvillua në katedralen e Shën Dimitrit, ku besimtarët u bën pjesë e këtij rituali të rëndësishëm shpirtëror. Në Vlorë, qindra besimtarë u mblodhën mbrëmjen e së premtes në kishën e Shën Theodorit për të marrë pjesë në ceremoninë e daljes së epitafit. Në tingujt e këngëve liturgjike dhe me qirin në duar, besimtarët kanë ndjekur procesionin solemn që shoqëron epitafin. Ceremonia e daljes së epitafit në Imar është mbajtur në kishën e vogël të qytetit. Besimtarët kanë ecur nga kisha tek bashkia për të rikthyer sërish në kish. Edhe qytetarët Ferak ndoqën mbrëmjen e së premtes së madhe, ashtu si kundër e do dhe tradita e përvitshme. Epitafi ka dalë në qytet në orën 19:30 nga kisha Katedralja e Shën Gjergjit, shoqëruar nga 10 besimtarë të grupmoshave të ndryshme. Epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit duke përcjellë në qytet mesazhe paqeje, besimi, shprese dhe ringjalljeje. Negociatat mes Amerikës dhe Iranit janë të vështira për shkak të kërkesave jo realiste të Washingtonit. Akuza është bërë nga ministri i jashtëm iranian, i cili ka deklaruar se me pretendimet e SBA-ve ata e bëjnë pamundur këtë marrëveshje. Kërkesat jo realiste të Shteteve të Bashkuara ulin shanset për të arritur një marrëveshje për çështjen bërthamore iraniane, por Teherani do të vazhdojë të marrë pjesë në negociata. Deklarata është bërë nga ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi pas një takimi të zhvilluar në Moskë me homologun rus Sergej Lavrov. I cituar nga agjencia RIA Novosti, shefi i diplomacisë iraniane ka theksuar se Teherani nuk është ende gati për të pasur kontakte direkte me negociatorët amerikan.
Për momentin kemi vetëm negociata indirekte dhe kjo është për shkak të kërcënimeve të bëra nga qeveria amerikane, për shkak të sanksioneve ekonomike dhe presioneve maksimale të ushtruara ndaj Republikës Islamike, ka thënë Arakçi. Në këto kushte, ka vijuar ai, negociata direkte janë të pamundura, por rruga diplomatike mbetet e hapur e po ashtu mundësia për një akord. Raundi i dytë i bisedimeve mes përfaqësuesve të Teheranit dhe Washingtonit do të mbahet të shtunën në Rom, përmes të cilit do të synohet të arrihet progresi i mëtejshëm. Dhe ky progres duhet të çojë drejt një akordi të barabartë, të ndërlidhur dhe të qëndrueshëm, ka shtuar Arakçi. Edhe pse kryeqyteti i Italisë do të jetë vendi ku do të mbahen negociatat e radhës, Omani mbetet ndërmjet si zyrtar i kontestit. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.al, App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.